Pasticcoja është një nga gatimet më të dashura të shqiptarëve, e cila gjen vend në tryezat tona çdo javë. E mira e pasticcos është se mund të përgatisni shumë tava dhe të kënaqni të gjithë familjen. Kombinimi i makaronave, djathit dhe kremit bechamel është thjesht fantastik. Disa receta përfshin edhe mish të grirë, por djathi është varianti më i shpejtë dhe i lehtë. Fjala pasticcio vjen nga italishtja dhe do të thotë rrëmuj, dhe kjo është e vërtetë për procesin e gatimit. Pas pjekjes, çdo kaos harrohet kur shihni ngjyrën e artë të pasticcos. Përbërësit janë të thjeshtë: makarona, vezë, qumësht, djath dhe gjalpë. Filloni duke zier makaronat, por mos i zini plotësisht, sepse do të përfundojnë gatimin në furrë. Përgatisni salcën bechamel duke skuqur miellin dhe duke shtuar qumështin derisa të trashet. Më pas, lyejmë pasticcon me salcën bechamel dhe e mbulojmë me djath kaçkavall. Futeni në furrë dhe prisni që të marrë ngjyrën e artë për të shijuar këtë delikatesë shqiptare.